Horoskopi ditor, 23 janar 2026. Dashi, rreshtimi I diellit me Plutonin hap një dritare të sinqert drejt së vërtetës, jo asaj që dëshiron të dëgjosh, por asaj që duhet ta shohësh. Kjo energji të vendos përballë një zgjedhjeje të fortë, të fiksohesh te problemet ose ti rregullosh ato një herë e mirë. Sot dalin në pas zonat e jetës ku ke humbur energji, projekte që nuk të frymëzojnë më, angazhime që I mban nga zakoni, njerëz ose rrethana që nuk janë më në të njëjtën frekuencë me ty, me hyrjen e hënës në dash. Emocionet marrin zë, për 2 ditët në vijim, do jesh më I pranishëm, më I dukshëm dhe çuditërisht. Më tërheqës për të tjerët, tranzitet e sotme mund të nxjerrin në dritë. Tensione me miq, ndjenja të përzira rreth rrethit shoqëror, ose zhgënjime që I ke mbajtur brenda. Kjo është dita ideale për të rregullosh një marrëdhënie, të fillosh nga e para me dikë, ose të largohesh pa faj nga lidhje që nuk të shërbejnë më. Fuqia jote sot, je dinamik, je I zgjuar në zgjidhje, je I aftë të marrësh bashkëpunim pa e kërkuar me forcë, aktivitetet ku vepron I pavarur funksionojnë më mirë. Por në mënyrë paradoksale, të tjerët janë të gatshëm të të ndihmojnë, mos ki frikë. Nga ajo që del në sipërfaqe sot, e vërteta është aleati yt më I fortë. Demi, sot, Demi, takimi I diellit me Plutonin ndodh në zonën më të lartë të hartës sate astrologjike, atë të karrierës, ambicieve, drejtimit të jetës dhe reputacionit. Kjo nuk është një energji e zakonshme. Çfarë po del në dritë sot, ndjenja të forta, ndoshta edhe frikëra të fshehura, mund të dalin në sipërfaqe, shqetësim për imazhin që ke ndërtuar, pasiguri për rrugën profesionale, dilema nëse po jeton sipas potencialit tënd të vërtetë. Këto mendime nuk vijnë për të dobësuar. Përkundrazi, ato ndezin brenda teje një vendosmëri të re për të marrë kontrollin, koha për riformësim, nëse ke ndjerë se puna nuk të përfaqëson më. Roli yt nuk të sfidon, ose reputacioni yt nuk pasqyron atë që je sot, atëherë ky është momenti ideal për të menduar strategjikisht, jo për veprime impulsive, por për plane të mençura dhe afatgjata. Sot universi të shtyn të pyesësh: çfarë më pengon të shkëlqej, cilët angazhime më lodhin pa më afruar te qëllimi? Heqja dorë nga disa aktivitete mund të jetë çelësi I suksesit tënd të ardhshëm, ambicie serioze, vendime të forta. Kjo është një ditë ku arritjet marrin peshë, qëllimet bëhen më të qarta dhe dëshirat e thella kërkojnë respekt. Vendimet që merr sot, edhe në heshtje, mund të kenë ndikim të madh në muajt që vijnë. Binjakët, sot, binjak, hëna hyn në sektorin tënd shoqëror, dhe për 2 ditët në vijim jeta të fton të marrësh frymë më lirë. Është koha ideale për të shijosh shoqërinë, të relaksohesh, të krijosh hapësirë për kënaqësi të thjeshta, të ndjesh dëshirë më të madhe për të ndarë idetë e tua, për të folur, për të frymëzuar dhe për të lidhur me të tjerët. Mendja jote është aktive, krijuese dhe e etur për zbulime, edhe nëse ato ndodhin vetëm në nivel mendor. Ndërkohë, bashkimi I diellit me Plutonin sjell një mësim të thellë, kur kapesh shumë fort pas bindjeve të tua. Sot fillon një proces I fuqishëm, çlirimi nga mënyrat të vjetra të menduarit. Largimi nga ide që dikur të mbronin, por tani të kufizojnë, hapja ndaj perspektivave të reja. Ky ndryshim nuk ndodh menjëherë. Ai vjen hap pas hapi, por çdo hap të bën më të fortë dhe më të lirë. Frikërat që dalin sot mund të ndjesh tension ose pasiguri që lidhen me të ardhmen, planet afatgjata, dijen, aftësitë ose besimin tek vetja. Këto ndjenja lidhen me faktin që ky tranzit ndodh në shtëpinë e 9, zonën e besimeve, vizionit dhe kuptimit të jetës. Mesazhi I ditës për binjakët: fuqia jote e vërtetë sot nuk është në kontroll, por në vetdije. Sa më shumë çlirohesh nga mendimet kufizuese, aq më e pasur bëhet jeta jote. Gaforia, sot, gafore, dielli dhe Plutoni bashkohen në zonën e thellë të horoskopit tënd, duke e bërë ditën intensive dhe shumë zbuluese. Është një kohë e përshtatshme për të kërkuar më shumë informacion, për të hetuar një çështje që të ka shqetësuar, ose për të kuptuar më qartë prapaskenat e një situate. Sot bëhet më e lehtë të dallosh çfarë dëshiron realisht dhe cilat janë ambicjet e tua të vërteta. Në të njëjtën kohë, disa frikëra mund të shfaqen hapur, jo për të penguar, por për të treguar çfarë duhet rregulluar. Çështjet e besimit janë të theksuara.
Mund të kuptosh më mirë se te kush mbështetesh, kujt i hapesh dhe ku ke qenë tepër i varur emocionalisht. Ngjarje të vogla, takime ose kujtime të papritura të ndihmojnë të shohësh më qartë lidhjet që ke krijuar. Nëse nuk i kushton vëmendja asaj që ndjen brenda, dita mund të sjellë tension ose nervozizëm të brendshëm. Nga ana tjetër, kjo energji është shumë e favorshme për punë që kërkojnë përqendrim të fortë, sidomos nëse kërkojnë durim dhe thellim. Ndërkohë, hëna ngjitet në majën e hartës sate astrologjike dhe të orienton drejt përgjegjësive. Vëmendja shkon te puna, detyrat dhe çështjet praktike. Je më i gatshëm të marrësh përsipër sfida dhe të tregosh seriozitet. Sot nuk të tremb puna e vështirë, përkundrazi, ke guximin dhe vendosmërinë për ta përballuar. Luani, sot, luan, hëna kalon në zonën e zgjerimit, dijes dhe horizonteve të reja, ku do të qëndroj për 2 ditë. Kjo e bën këtë periudhë të favorshme për të mësuar diçka të re, për të interesuar për një temë ndryshe nga zakonisht, ose për të menduar më gjerë për jetën dhe drejtimin tënd. Një ide e re, një informacion ose një bisedë mund ta bëjë ditën më interesante dhe më stimuluese. Mund të ndihesh më i guximshëm për të mbështetur një mendim apo plan që del jashtë kornizave të zakonshme. Është një ditë e mirë për të zgjeruar këndvështrimin, për të parë mundësi që më parë nuk i ke marrë parasysh. Megjithatë, bashkimi i diellit me Plutonin e bën ditën më intensive në nivel emocional. Ka prirje që të tjerët të vësh re sjellje ose t'i pare që në fakt lidhen me gjëra që po përpiqesh t'i shmangësh te vetja. Ngjarjet dhe reagimet emocionale të sotme shërbejnë si pasqyrë. Marrëdhëniet janë më të ngarkuara se zakonisht. Ndjenjat ndaj dikujt mund të thellohen, ose një lidhje mund të kalojë në një fazë tjetër. Në të njëjtën kohë, ndërveprimet mund të zbulojnë anë të karakterit tënd që nuk janë gjithmonë të lehta për t'u pranuar. Sot është e rëndësishme të mos mohosh rolin tënd në tensione, të jesh i hapur ndaj ndryshimit. Virgjëresha, sot, virgjëresh, bashkimi i diellit me Plutonin të lidh drejt për drejt me ambicjet e tua më të thella. Mund të shqetësohesh fillimisht për një problem, por kjo ndodh sepse po i afrohesh thelbit të çështjes. Është e rëndësishme të kuptosh kur duhet të vazhdosh dhe kur duhet të lësh diçka pas, me më shumë ndershmëri ndaj vetes. Kjo ditë të ndihmon të dallosh qartë se cilat fusha të jetës kërkojnë rregullim. Fokusi shkon te shëndeti, rutina e përditshme, puna, detyrat dhe përgjegjësitë. Nëse diçka nuk funksionon si duhet, tani e sheh më qartë pse dhe si mund ta përmirësosh. Kjo është një periudhë e mirë për të zgjidhur çështje të ndërlikuara ose për të riorganizuar diçka nga fillimi. Ke aftësi më të fortë për përqendrim dhe për të kuptuar detaje të rëndësishme. Hëna kalon në zonën e intimitetit dhe të shtyn të kërkosh më shumë thellësi dhe përmbushje në marrëdhënie, projekte dhe përvoja. Kërkimi, analiza dhe studimi të tërheqin më shumë se zakonisht. Nëse ke qenë i pavendosur nëse e ke kaluar vërtet një situatë apo një person, sot drita bie drejtë në zemër. E vërteta shfaqet bashkë me frikërat, dëshirat dhe nevojat e tua reale. Peshorja, sot, hëna hyn në sektorin tënd të partneriteteve dhe do të qëndrojë aty për disa ditë, duke të shtyrë natyrshëm drejt marrëdhënieve, bashkëpunimit dhe pasqyrimit tek tjetri. Është një periudhë ku nuk mjafton të dëgjosh vetëm zërin tënd të brendshëm. Sot, mendimi, reagimi dhe prania e të tjerëve kanë shumë për të mësuar. Kjo është një ditë ideale për dialog të hapur, për të ndarë ide, për të kërkuar këshilla dhe për të kuptuar më qartë ku qëndron në raport me njerëzit e rëndësishëm në jetën tënde. Qoftë në dashuri, në punë apo në bashkëpunime, pasqyra e tjetrit do të tregojë gjëra që ndoshta i ke anashkaluar. Mund të ndjesh nevojë për vëmendje ose vlerësim, dëshirë të fortë për dikë, ose edhe xhelozi, mllef apo pakënaqësi që kanë qenë të shtypura prej kohësh. Mos u trem nga këto ndjenja. Ato nuk vijnë për të lënduar, por për të treguar çfarë mungon, çfarë dëshiron dhe çfarë duhet shëruar. Ndryshe nga ditët e turbullta emocionale, sot ke një qartësi të rrallë mendore. Je në gjendje të marrësh vendime praktike, të shohësh gjërat siç janë dhe jo siç do të doje të ishin. Kjo është një ditë shumë e mirë për rregullimin e marrëdhënieve, vendosjen e kufive ose për të kuptuar nëse një lidhje ka ende kuptim apo jo.
Akrepi, sot mund të shohësh shumë qartë çfarë në jetën tënde nuk funksionon më si duhet. Nuk bëhet fjalë për teori apo filozofi, por për gjëra konkrete që kanë nevojë për ndryshim, rregullim ose për t'u lënë pas. Kjo është një ditë e fortë për të kuptuar çfarë të lodh emocionalisht, çfarë po e mban jetën tënde në vend, dhe çfarë ka ardhur koha të përmirësohet ose të mbyllet një herë e mirë. Energjia e sotme lidhet fort me shtëpinë, familjen, jetën private. Mund të kuptosh se ke mbajtur pa kënaqësi, mllef apo lidhje emocionale të tepërta, sidomos ndaj njerëzve të afërt. Disa ndjenja që kanë qenë të fshehura dalin në sipërfaqe. Por kjo ndodh që ti të zgjidhësh probleme, jo për t'i përkeqësuar ato. Nëse ke pasur tensione familjare, sot është ditë e mirë për të kuptuar arsyeën e vërtetë të tyre ose për të vendosur kufi më të qartë. Ndërkohë, hëna kalon në shtëpinë e 6 dhe qëndron aty për disa ditë. Kjo të shtyn drejt rregullimit të punëve të mbetura pezull, organizimit dhe përqendrimit tek detyrat e përditshme. Edhe lodhja fizike ndihet më pak kur sheh rezultat. Sot nuk është ditë për fjalë të mëdha, por për veprime të zgjuara. Shiko çfarë duhet ndryshuar, lëre pas atë që të mban peng dhe përqendrohu tek gjërat që sjellin stabilitet dhe përmirësim real në jetën tënde. Shigjetari, sot shigjetar, dielli dhe Plutoni bashkohen në sektorin e komunikimit, duke e bërë ditën të fuqishme për të kuptuar çfarë të nxit dhe çfarë të pengon. Kjo energji mund të jetë pak sfiduese, por nëse e përdor si mundësi për rritje, mund të sjellë shumë përfitime praktike. Mund të ndjesh se komunikimi yt ka peshë të veçantë sot. Çdo fjalë, çdo mesazh ose ide mund të ketë ndikim të madh. Ka mundësi të dalë një zhvillim i ri, një kujtim ose një shqetësim që lidhet me një projekt ose detyrë që po ndjek. Çfarë të kërkon dita? Të punosh mbi çështje të brishta ose të papërfunduara. Të përqendrohesh tek ato gjëra që kanë nevojë për rregullim. Të kuptosh ambiciet dhe frikrat e tua të fshehura. Nëse te i kalon kufit, mund të bëhesh shumë i fiksuar pas një teme ose ideje, duke lënë pas dore fusha të tjera të jetës. Sot është koha për të lënë mënjan gjërat që të pengojnë, aktivitete të kota, qëndrime negative ose zakone që të frenojnë produktivit. Kjo është një ditë e mirë për të hequr dorë nga gjërat që nuk sjellin rezultat. Nëse e përdor këtë energji me zgjuarsi, dita mund të ndihmojë të avancosh profesionalisht, të marrësh vendime të qarta dhe të përmirësosh marrëdhëniet me njerëzit përreth. Britsjapi, sot Britsjap, dielli dhe Plutoni të bëjnë të përqendrohesh tek gjërat që kanë rëndësi të vërtetë për ty, veçanërisht tek paratë, pasuritë, stabiliteti dhe vetvlerësimi. Ky bashkim është intensiv dhe mund të sjellë ndjenja të forta rreth sigurisë personale dhe asaj që të ndihmon të ndihesh i qëndrueshëm. Çfarë ndodh sot? Do të ndjesh më shumë ndjeshmëri ndaj çështjeve financiare dhe materialiste. Mund të shfaqen frikëra ose shqetësime për të ardhmen. Kjo energji të ndihmon të kuptosh ambiciet dhe nevojat e tua të fshehura. Nëse ke lidhje të tepërta me situata që nuk sjellin përfitim ose me gjëra që mbeten të panevojshme, sot është dita e duhur për t'i lënë pas. Energjia e Plutonit të jep forcën për të hequr peshat e vjetra dhe për të organizuar gjithçka më mirë. Hëna kalon në zonën e familjes dhe shtëpisë për disa ditë. Kjo të bën më të kujdesshëm dhe pak më të tërhequr, duke kërkuar qetësi dhe siguri në ambientin e përditshëm. Megjithatë, ende ke dëshirë të jesh produktiv dhe të arrish rezultate konkrete, sidomos në shtëpi. Lë pa situata të vjetra që të pengojnë, përqendrohu tek gjërat që të japin siguri dhe stabilitet. Ujori, sot, ujor, dielli dhe Plutoni takohen në shenjën tënde, duke ndezur instinktet e tua për rritje, përmirësim dhe ndryshim. Kjo ditë mund të sjellë disa ndjenja të pakëndshme, veçanërisht nëse ke qenë larguar nga ambiciet dhe dëshirat e tua të thella, por gjithashtu mund të jetë shumë ndriçuese dhe e dobishme. Çfarë ndodh sot? Do të bëhesh më i vetëdijshëm për nevojat, dëshirat dhe synimet personale. Mund të ndjesh pak tension kur të shfaqen frikërat e vjetra. Është koha për të pranuar realitetin dhe për të planifikuar veprime që të fuqizojnë. Ndjenja e fuqisë vjen më shumë nga kontrolli mbi reagimet dhe qëndrimet e tua, sesa nga përpjekjet për të komanduar gjithçka jashtë vetes. Hëna hyn në zonën e komunikimit dhe qëndron aty për disa ditë.
Kjo sjell një energji të fortë për të mësuar, për të diskutuar dhe për të marrë ide të reja. Çdo bisedë, informacion ose sfidë mendore sot mund të të rikthejë entuziazmin dhe kurajtjen, si ta përdorësh energjinë, mos u mbështes tek frika apo shqetësimet e vjetra, përqendrohu tek veprimet që të sjellin rritje dhe rezultat konkret. Në pak fjalë ujor, sot është dita për të përmirësuar veten, për të mësuar dhe për të vepruar me zgjuarsi, duke përdorur energjinë intensive në favor të arritjeve dhe entuziazmit tënd personal. Peshqit sot, energjitë janë të fuqishme për të pastruar dhe riorganizuar jetën emocionale. Çdo gjë që të bën të ndihesh i pasigurt ose me faj duhet të identifikohet dhe të kuptohet nga burimi i saj, sepse vetëm duke e parë qartë mund ta largosh. Çfarë ndodh sot? Dielli dhe Plutoni të ndihmojnë të shohësh sjelljet ose situatat që mund të kenë shkaktuar dëmtime emocionale ose ndjenja pafuqie. Ndjenja të pakëndshme mund të dalin në sipërfaqe, por ato vijnë për të treguar çfarë duhet ndryshuar. Kujdes nga mbi ngarkesa, sidomos kur përballesh me ndjenja të thella, frikëra apo ambicie personale, si ta përdorësh energjinë. Identifiko problemet dhe burimet e tyre emocionale, lëre pas të vjetrat që të pengojnë, veçanërisht zakonet ose marrëdhëniet që të lodhin shpirtin, përqendrohu tek vetdia dhe kuptimi i vetes. Kjo mund të sjellë një perspektivë të re dhe transformuese. Në pak fjalë, peshq, sot është një ditë për të parë brenda vetes, për të larguar pengesat emocionale dhe për të bërë hapin e parë drejt një versioni më të fuqishëm dhe më të qetë të vetes.